Leve e sotme të qeverisë miratuan amnistinë penale. Nëse do të bëjë ndonjë sondazh në rrugë se kush është ministri i brendshëm dhe nëse e njohnin ose jo për fytyrë, e sigurt është se 80% të tyre as do e gjenin, por vetë ministri e quan veten aq të njohur, por edhe shumë të rëndësishëm, sa bën një shfaqje që do shkonte taman për titullin Idioti i Dostojevskit, vetëm si titull, jo për thellësinë e veprës. Në ditën kur në selinë e Partisë Socialiste u mblodhën drejtuesit politik të Tiranës dhe po atë mbrëmje mbahej protesta e opozitës, ministri i brendshëm zbriti nga automjeti dhe pas tij një truproj mbante armën e shërbimit mbi bluzë në mënyrë të dukshme dhe shumë demonstrative. E gjithë skena ndodhi në sy të 10 qytetarëve që kalonin rastësisht në atë ngushticë mes bankës dhe selisë së PS-s. Ecja plot pompozitet, në një delir të theksuar dhe vetkënaqësi të frikshme e trimëroi lamallarin e rilindur. Pas tij një patllake lëvizëse qëndronte si skifter në mbrojtje të këtij personaliteti të madh, i cili nëse do të kujtohet ndonjëherë sigurisht që do i mbahet mend ai çast kur kryeministri Rama e propozoi si ministër drejtësie dhe gati sa lukira të fikët. Me pak fjalë në gjuhën popullore dhe shkencore i u tha gjuha dhe në vështirësi shtrëngoi si lak pas qafës kollaren e tij. Për te i dukjes, Lamallari si ministër i brendshëm e tregoi veten brenda ditës. Në protestën e opozitës, gjithçka u përdor me tepri. Gaz lotësielës me shumicë, ujë me presion nga autobot tanku i mazhorancës dhe shkopa gome duke mos kursyer as deputet. Kjo është pasoja e një individi pa të shkuar dhe me gjas do jetë edhe pa të ardhme politike që i vari në qafë si lak kollarja e tij, çelsat e ministrisë së brendshme. Delirantët deri në kufirin e titullit të veprës së të madhit Dostojevski, forcën e shohin në mjetet e dhunës, ndërsa nuk ngurojnë të përshfaqen në publik si adoleshent që sapo kanë dalë nga palestra ku ushtrojnë sportin e arteve marciale. Kusuri i delirantëve, po etike, modesti, do shihet në vijim kur dhuna policore do të vijë në shtim, pikërisht nga personazhe që mendojnë se patllakja është mënyra më e mirë për të mbajtur pushtet.